لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun Gjelle Gjelalu. Ata falenderojmë për ti fare dhe udhëzime, kërkojmë salavatat dhe selamet për shëndetit më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat, të ndajmë disa minuta para hutbës së xumas që shfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe komentet dhe shpjegimet e dietarëve dhe ulemave të muslimanëve. Para se të vazhdojmë në kapitujt e radhës dhe duat të cilat I ka sjellë Imam Buhariu rahimahullahu taala në librin e tij El Adabul Mufrad, një përkujtim për veten dhe për juve, nga se jemi në prag të hyrjes në muajin Dhul Hijja, muaji I haxhit, muaji I qurbanit, ku haxhilerët të gjithë botës marrin synimin dhe rrugën për të shkuar për të kryer farzët e Zotit Gjelle Gjelalu në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala dhe në vendet e shenjta si Arafati, Muzdalife, Mina dhe të tjera prej vendeve. Andaj besimtari që s'ka pas risk të bëj haxh, ai duhet të shfrytëzon këtë ditë për të bërë vepra të mira, nga se I njëjti Zot që adhurohet në Ka'bë është I njëjti Zot që adhurohet edhe jashtë Ka'bës. Ne jemi musliman në çdo hall dhe në çdo vend. Andaj duhet besimtari të shfrytëzon ditët e Dhul Hijjes për të shtuar ibadetet, nga se shumë prej muslimanëve e madhrojnë dhe e shfrytëzojnë Ramazanin, por fatkeqësisht nuk e shfrytëzojnë në të njëjtin nivel edhe shenjtrin dhe madhrin dhe respektin që duhet I jepet ditëve të Dhul Hijjes. Ndërkohë që ditët e Dhul Hijjes Allahu Gjelle Gjelalu I ka madhruar shumë, nga se në këto ditë ka bë haxhin. Dita e 9 e Dhul Hijjes është dita e Arafatit, dita më e madhe e Zotit Gjelle Gjelalu, ku I thirr gjithë besimtarët e botës për të bashkuar në një vend dhe për të bërë lutje në një vend dhe falë Allahu subhanahu wa taala prej mëkateve dhe gjunaheve që ka s'fal në asnjë ditë tjetër. Për këtë arsye, në hyrjen e këtyre ditëve, besimtari duhet të jetë I zellshëm, I kujdesshëm që të mbush këto ditë me vepra të mira, mos të bën në to mëkate, nga se këto ditë shumë fishohet sevapi dhe anasjelltas edhe shumë fishohet edhe gjunahi. Do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala në kapitullin e radhës të Imam Buhariut, ku në kapitullin e përgjithshëm që e ka sjell babu da'awatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kapitulli I duave dhe lutjeve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm në xhuman e kaluar duan e pejgamberit alaihi salatu wassalam, ku tha alaihi salatu wassalam la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ahu Allah. Tha pejgamberi alaihi salatu wassalam, askush s'ka mundësi me e pengu atë çka e jep Allahu, dhe s'ka mundësi dikush me ta dhanë atë çka s'ta jep Zoti, atë çka e pengon Allahu subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dhal jaddi minhu al jaddu, dhe autoritetet, statuset e kësaj bote, pozitat dhe qinat nuk bëjnë dobi te Zoti Madh te bareke wa taala. Wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin, ka thënë alayhi salatu wassalam, dhe kujt Allahu ja do të mirën, ja mundson me e kuptu fen. Kujt Allahu ja do të mirën, ja mundson me e kuptu fen. Nga ky hadith kuptojmë se gjithë e mira është në fe. E gjithë e mira është në kuptimin e fesë. E gjithë e mira është në zbatimin e fesë së Zotit te bareke wa taala. Andaj do të shohim edhe lutjet e radhës që vijnë nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, se të gjitha sillen rreth fesë. Nga se njeriu nëse e ruan strumbullarin, e ruan bërthamën, e ruan qelizën, e ruan bazën me të cilën njeriu mbetet njeri, atëherë të gjitha gjërat tjera kanë mundësi me u rregullue. Ndërkohë që nëse pson defekt feja, nëse pson defekt baza, nëse njeriu t'i thuhet me zemër ki problem, ata nuk I ban dobi pse ka dorën, e pse I ka kamt, e shnosha, nëse me zemër ka problem. E kur ketë njeriu me zemër problem,
Nuk nëjna me përgëzu me thonë, po ma mashallah gishtat i kitë mira. Ti gishtat i kitë mira, po zemrën e ki problem. Andaj, ajo qka është në shembullin e zemrës të njeriu, në tërsinë e vetë është feja. Kur feja nuk o mirë, kur feja nuk pompon mirë, nuk qarkullon mirë gjak, nuk qarkullon mirë të njeriu, nuk ka rrugë kanale, atëherë është probleme, atëherë sill probleme të shumta tek njeriu. Për këtë arsye, lutjen e radhës që e ka sjellë Imam Buhariu nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, njështu ka të bëjë me fen. Dhe shiko, Imam Buhariu në një hadith theksohet vlera e fesë, me njëherë ka sjellë një lutje që ka të bëjë me fen. Me njëherë ka sjellë një lutje të pejgamberit alaihi salatu wasalam që ka të bëjë me ruajtjen e fesë. Ka ardhur hadith nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, nga Abi Huraira radhiyallahu an, thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Thot Abu Huraira radhiyallahu an, i dërguari i Allahut alaihi salatu wasalam lutej me këtë lutje. Me çfarë lutje? Thonte: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Lutej pejgamberi alaihi salatu wasalam duke thënë: O Allah. Dhe shprehja o Allah o shprehje që e ka përdor shpesh pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ne e themi o Allah, ai ka thënë Allahumma. Ka thënë dietarët Allahumma, pra o Allah me të gjitha emrat dhe cilësitë tua. Mimi është për xhema, për mbledhjen e të gjitha madhërive dhe lartësimeve që i takojnë Zotit Madh xhel xhelal. Pra o Allah me krejt të cilësitë që i kit mira dhe kit kudretet e tua. Allahumma aslih li dini. Ka thënë o Allah, ma rregullo mua fen time. Ma rregullo mua fen time, alladhi wa ismatu amri. E që kjo çështje e fesë është mbrojtja ime, strehorja ime, që tu e kam unë fortifikatën, që kjo a kalaja, po mra kalaja, po mra që kjo strehimor unë e bi. Dhe vini rejtë të ndërum gjëmat. Nuk ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam Allahumma aslih li ad-din, po ka thonë aslih li dini. Dhe kjo ka dallim shumë. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë dua: o Allah, rregulloje fejen teme. S'ka thonë rregulloje fejen, se feja s'ka shka rregullohet. Fetaria rregullohet, jo feja. Me fjalë të tjera të ndërum gjëmat, Islami s'rregullohet. Apo shumë njerëzve e llogaritin veten si mbrojtës të fesë, se ata e mbrojnë fen. Jo, fen e mbron Zoti, ti e mbron fetarin tane. Ti me fe mbrohesh ti, jo feja. Për këtë arsye shikoj pejgamberin sa çfarë preciz, sa ka preciz ka thënë: Allahumma aslih li dini. O Allah, ma përmirëso dhe ma rregullo fen time. Fen time. Feja ime është Islami. Mirë po, përmirësoje fetarin time, se feja jote e plot. Islami kur s'ka nevoj më rregullu. Ajo që ka nevoj më rregullu është Islami jot. Ti që shi të zbatu fejen, që ajo du të më rregullu sa her. Ti gjdo të ditë qka lindili e përëndon, ti ki nevoj më rregullu fejen. Fejen tane, jo Islamin. Dhe shumë brej njerëzve të mundu me rregullu Islamin e ka në arru fetarin e vetë. Të e lujt aj sikuritin e fejes, e ka haru fetarin e vetë. Dhe kjo është degradimi madh. Kur ti e lu në rolin se unë jam të erujt fejen, e feja jo të kumet, fetaria jo të kumet. Për këtë arsye shikoj të ndërum gjëmat, është shumë e dhimbshme që njeriu ta lën fetarin e vetë në emër të mbrojtjes së fesë. Jo të ndërum gjëmat, ne erujmë fejen tonë, profetarien tonë. Ti mos ja baj gajlën se apo hub Kurani. Ti baja gajlën sa lexon ti Kur'an. Kurani s'ka me humb. Kurani nuk humb kur. Inna nahnu nazzalna dhikra. Allah do na e kena zbrit Kur'anin. Wa inna lahu lahafidhun. Dhe ne e mbrojmë atë. Sa kalon ty ata. Nuk ta kalon ty. Andaj thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, kur e mëson hafizi Kur'anin përmendsh, e ruan vetveten jo Kur'anin. E ruan vetveten jo Kur'anin. Ai ruhet me Kur'an. Zoti e ruan me Kur'an. Po këtë arsye ti sheh hafizllarët gjithmonë thotë si jam mirë se s'kam lexuar Kur'an. Jo që ajo ka gajlën se po hub Kur'ani, po hub ky. Ky pa me hub. Andaj atë ditë që na nuk e zbatojnë fejen, sub feja na humbi. Asnjëherë nuk hub Islami se nuk e zbaton dikush. Asnjëherë nuk jet Islami
i mangët, apo jo i shkëlqishëm, apo jo i ndriqushëm, se njani s'ka ardhë. A i dini se për ata që ka vinë në gjuma, edhe në gjami, edhe falen, shumë fish ma shumë zvinë se sa vinë. A ja hupin shkëlqesin islamit, njani me thanë atje pin qajtora apo pin kafe, unë s'shkoj në gjami. Por ti nuk ja hup islamit kur gjo, nuk i humb islamit kur gjo. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, ju komplet çka jeni në tokë me mohu Zotin, kur gjo Zotin si bani dam. Sa njeri mohon Zotin, sa njeri 6 miliard në tokë njerëz e mohojnë Zotin. 8 miliardi ka bota, dikun 2 miliard thirrën në islam. Pi aty në 2 miliardve një pakic e zbaton fejen që ish duhet. Më thirë këtë thirën, apo ti mi ngu njerëzit që ish folin duket si me lache. Mirë po veprimtaria, vepra, ajo është realiteti edhe kandari i sakt. Shiko që ka thale i sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ma rregullo fen time, profetarien time. Pra më mundso o Zot me zbatu fejen, me zbatu Kur'anin, me zbatu Islamin, me zbatu me karakter, që ka zbatu pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sa njeriu thirret në sloganet pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ai nuk e gjen një karakter të pejgamberit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhele xhelalu e ka përshkruajtur Muhamedit alayhi salatu wassalam në Kur'an me cilësi të shumta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne nuk të kemi dërguar ti o Muhammed pos mëshirë për botrat. Ka njerëz që s'mundën mu bë mëshirë për familjarin e vet. Ndërkohë që pretendon mëshirën për dy dunjan, ti për familjarët e tu si je mëshirë. Ti për rrethin tan si je mëshirë. Ti për mahallën tanë nuk je i mëshirshëm, që njerëz më thanë, çu ki njëri vallai, çu ki rahmeto për neve. E pa një ditë për ditëve Imam Ahmedi, Imam Shafiiun rahimahullahu ta'ala duke ecë në rrugët e Bagdadit. Dhe ishte me nxënësat e vet Imam Ahmedi dhe çfarë bani? To eci Imam Shafiiu rrugëve. I nali nxënësat e vet dhe tha, "Kshu në çiket njëri." Imam ato e njifshin. Imam Shafiiu tha, "Kia rahmeti Allahit në tokë." Kjo është rahmeti Allahit në tokë, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka lënë pas pejgamberëve trashëgimtar të pejgamberëve. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam cilësoi në Kur'an me shumë prej cilësive, dhe prej tyre cila ishte rahmeti, akhlaqi i lartë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë prej njerëzve vinin te ai dhe e pranojnë Islamin nga karakteri, është dy argumente. S'kan ardhur ata me studiu Kur'anin dhe me nxjerr konkludime dhe me thonë që kjo hipotezë, që kjo premisë, jo. S'kan bërë ato kalkulime të akademive të ndryshme për me pasë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber. Jo, por kur e kanë pasë çfarë cilësie ka, çfarë karakteri ka, dhe Kur'ani që lexohet është në përputhje me këtë çka ky e ban, atë ka thonë ky është pejgamber. E pyetën Aisha radhiyallahu anha dhe i thanë, na e përshkruaj pejgamberi alayhi salatu wassalam si dukej? Shkurt. Tha, kana khuluquhu al-Quran. Hadithin që kanë nxjerrë Imam Muslimi tha për pejgamberin alayhi salatu wassalam, akhlaqi i tij ka qenë Kur'an. Domethënë nëse s'ki ditë me lexu Kur'an, të kam mjaftu me e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thonë çiki njëri, ku i ka marrë çto sjellje? Pi Kur'anit. Çka kanë më e mira e mundshme. Më e mira e mundshme. Njëri më mirë se çka s'ka teori me shkuë. Andaj kjo është Islami i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Këtë Islam drejtin thonte pejgamberi për ditë, Allahumma aslih li dini. O Allah, ndreq ma fejen. Ndreq ma fejen. Allah du të me ndreq une. Allah du të më përmisu une. Ende kam për të bërë për këtë fe. Dërko që shumë për njerëzve të na e kanë nxjerr vetën status pensioni, e kanë nxjerr me një vend, ka thonë unë mirë jam qëtu, as më natan, as më ketan, gjenetlia i Allahit në tokë jam të prit me dek. Filma, sot problemu bo me dal për filmit njeri. Hasrat me eshti dikush në film. Ti më sanena çki që nxjerr. Çdo film e ka një të sosme, atje në fund aty del usos. Pastaj ti jeton jetën tënde për një me. E shihim televizorin. Ka njerëz që nuk ju shihin më televizorin. Ka një film si s'ka telekomand që ja nala ti më thon, "O ti, del më në filmit." Di realitet ti nuk i ai çka i të bë filmin, ti nuk i ai çka i të luajt rolin. Ti si Ebu Huraira, ti si Ebu Hanifja, si Ahmedi, rrimërën tokë me kanë të tua. Andaj aslih li dini, o Allah, përmiso ma fejnë time. Jo Islami i përsosur. El yawma akmaltu lakum dinakum. Allah thot, unë e kam përsos për juve fejnë. Unë e kam përsos për juve fejnë. Ti a i del karshi dilit me mor vitamina, si del dilit prap hec. Po dil ti nxeu me dil ti shërohu, dil ti për merja dilit ato të mira. Apo
Andaj shikoj të ndërum xhamat, thot pejgamberi alayhis salam, Allahumma aslih li dini. O Allah, përmirësoje fetarien, zbatimin tëm të fejes. Apo, atë çka unë e zbatoj pi Kur'anit, jo Kur'ani çka përmirësohet. Ajo është i plot. Thot pejgamberi alayhis salam, alladhi wa ismatu amri. Përmirësoma këtë fetari time, këtë feje time, sepse kjo është mbrojtësi i çështjes time. Mos me pas fe, s'ka çka të mbrojë. Ha? Mos me pas fe, njeriu s'ka çka mbrojë. Kretë çështjet e tua të ndërum xhamat. Vini re këtij kalkulimit. Çka e ka bëu pejgamberi sa këtë dua. Kretë çështja jote, jeta jote, ekzistenca jote, risku jot, qetësia jote, harmonia jote, kujdesi i jot bisherrit çka ekziston. Kretë janë dorë të Allahut. Asën ha ma tepër, asën pi ma shumë, asën me risk ma shumë, veç sa ta ka shkujt Zoti. Kretë rregullimi jot të ndër të Allahut. Në rregull. A kretë që ky rregullim i Allahut në raport me ty jo, çish e kiti fejen me atë. A shikoj sa çish është kalkulimi. Kretë çka ti dush me morë pi Allahut, mbas fejes tënde. A kretë jeta jote e vart pi Allahut. A e ki qënë? Do më thonë, ti gjithë shka je i vartë shka t'jep Zoti. Njëni thot, e qish ta marrë matë mirën, kjo varët për fejës tane. Qish e adhëron t'i Zotin, qish i përmbashti urdhave të Zotit. Sa e ndjek ti me përpikmëri, qatë që ka thot Zoti, edhe pejgamberi alayhis salam, në qatë raport ti merë për Zotit matë të bare kjo vëtjala. Së nëmbash i lumë të ras 1 milimetër më shumë se sa do Zoti. E lumturien që ta jep Zoti është e vartë për fetarien tane. Andaj njerëzit më të lumtur në dunja janë ata që mas mirë ti e zbatojnë fenë Allahut. Pse? Se ata kur e zbatojnë fenë Allahut, Allah jep lumturi. Pse ju jep lumturi? Se ata i kanë punë mirë me Zotin. Ata i kanë punë mirë me Zotin. Për këtë arsye shiko, aslih li dini alladhi wa ismatu amri. O Allah, ta pejgamberi alayhis salam, rregullo ma fejen time, sepse feja ime o këtë çështja ime. Këtë çështja ime, sepse feja çka të ndërum xhamat. Raporti jot me Zotin. Çish jeti me Zotin? Çish jeti me Zotin? Çajo çka ti je me Zotin, ha? Të kthehet pastaj në jetën tënde si dhuratë prej Zotit madh te bareke ve teala. Dhe kjo është drejtësi. Kjo është drejtësia e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj çfarë ka thënë? Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, o Allah, më rregullo edhe dunjan time. Nëse njeriu në dunja, dhe na këtë muhabetin atë bon dunja, dhe këtë të duaja në të bon dunja. Andaj çfarë ka thënë? Ka thënë o Allah, ma përmirëso fejen, ma përmirëso dunjan time, sepse këtu jam të jetue. A ka problem njeriu mu lut për dunjan e vet? Jo, të ndërum xhamat. A mi po e para, cila lutja e parë? Për feje. Lutja e parë për Allahun. Lutja e parë është për Islamin. Lutja e parë është për fetarin tane. Ma sani edhe për dunjan. Ai shka ta ndresh ti fejes, ta le dunjaja. Andaj pejgamberi sa më shikoi këtu, ka thënë o Allah, ma rregullo edhe dunjan time, se në dunjan e aty jetue, që tu e mbjell në atje e korrim. Këtu bëhet vepra e mirë, s'ka në ahiret. A mund njani me thonë, inshallah në ahiret ka mu falë, se këtu kam pak punë. Jo, këtu du të mu falë, atje s'ka, s'falet kërkush. Ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, el yawmu amel, sot do dita e punës, sot du të me punue. Sot du të me punu për fe, sot du të me punu për veprat mira, sot du të me lip halalin, sot du të me ba namazin, me dhanë zeqatin, me ba haqin, me agjerua, me zonë, këtu. A ka thonë, atje, o shveq dita e shpërblimit, atë nuk thot kërkush hajde tash mu falë, jo, këtu. Andaj, ma përmiso, zot, dunjajën teme. Pse dunjajën teme? Sepse një dunja e përmisume e ndihmon fejen. Një dunja e përmisume e ndihmon fejen. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, 4 gjëra janë pi lumturisë kësaj bote. A lumturia pi ka u mirke, pi fejes. 4 gjëra ka thonë pejgamberi sallam janë pi lumturisë kësaj bote, dhe 4 janë pi mjerimit. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gjëja e parë që e lumturon njeriu në dunja e ban me një rahat, o gruaja e mirë. E një gruaja e keqe ta shkatron jetën. Një gruaja e keqe ta shkatron jetën. Ha ka thonë pejgamberi sa gruaja e mirë ta rregullon, ta ban të lumtur këtë dunja. E dyta, ka thonë pejgamberi sa shtëpia e gjan. E ngushllëki ka siklete. E ngushllëki ka siklet. E tjetra, ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam,
kojshia i mirë. Apo ti mundesh me pas shtëpinë e mirë, edhe gruajnë e mirë. Apo mirë, po kojshia se kitë mirë dhe s'le rahat. E atëherë që ka thonë me zam, kojshia i mirë, e treta është pilumturisë sa i botë. E katërta ka thonë mjeti i mirë transportues, vetura. Apo sa njeriu të shkon jeta që të ndrejtë, që ta, që suban, që kjo, veç mjeshtër e ma. Ajo azab. Edhe kundërtat janë pi mjerimit. Ka thonë pejgamberi sa, 4 gjëra e ranojnë njeriu, e bojnë azab. Çela gruaja e keqe. Gruaja e keqe ti me kon milioner, ta prish jetën. A be thu me gjithë të euro, gjithë të dolar së në ngin, so është e keqe ajo në vetë. Është e keqe. Oqeanin me ashlue tokës jo pjellore, një bim sta qëtë. Komplet me morë detin, me qitë në tokë jo pjellore. Ta meli dishka, zdelve as një kokër gruni. Pse? Se toka e keqe. A dhe ka thonë alayhi salatu wassalam, gruaja e keqe ta prish jetën e kësaj bote. E dyta, shtëpia e ngushtë, ka sikletat e veta. Tjetra, ka thonë kojshia i keq. Sikur që kojshia i mirë të banë muni mirë, dhe kojshia i keq të banë muni keq. Dhe e katërta, mjeti i keq. Kuro mjeti transportues i keq, ma shumë e ma në doktor se sa e përdor, ajo është një lloj azapi në vetveti. Ketë kjo dunjaja, Zoti dunjaja në qëto 4 gjëra. Shtëpi e mirë, gruaja e mirë, fëmijë i mirë, edhe mjet transportues. Ja kjo dunjaja. Çto nëse i kitë mirë dhe ki rahat, ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala krejt dunjar. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, aslih li dunyaja allati fiha ma'ashi. Ka thënë, o Allah, ndreqma dunjajen, se këtu jam të jetuar. Nuk ka problem të ndërun xhamat mu lut për dunja, ama mu lut për halal. Jo me çdo kushtune du mi ba që ka që pare, kada. Jo, kusht ka thonë ti. Ti thuj o Zot rregullon ma dunjan, banëm të knasht me riskin tem, banëm të knasht me halalin tem, banëm të knasht me atë shka ti ma ki cektu pi halalit. Apo, nëse ti e kije 300 euro halal, dhe ti insiston ti mirë që edhe 100, edhe e shaqis të hec, dhe qelen dyrë të haramit, ta di se jetë të shku ka xhenemi, nalo të halali, ama së dalin, halali gjithmon del, gjithmon të aman, sa heri plëcën nevojat, harami shifrën e ka të madhe, kur nuk del, kur nuk plëcën nevojat. Së mundët harami, së mundët shti me zarë mi u shif mirë, me thonë, ju kam thonë, harami ju ke thonë, a i haram ka me dalë 100%. A sot, a nesër, as mas disa viteve. Thot Said ibn Jubair, tabiini cili ka taku 500 sahabe. Thot, e pa ta mashtru një njeri shumë pak, para 30 vjetëve, tash falimentova. I ka up këtë biznesi, këtë tregtia. Kër e kanë pyet çka ke bo, ka thonë, nduket para 30 vjetë pak, su pa takoni drejt me filanin, ardh kapitulimi. Të ndërum xhamat, nuk ka gjuna, ti ki harru, Allah se harron. Ja ke shkel kamën dikujna, ja ke zon udhën dikujna, ke bo zullum dikujna. Ti ki hec, ti ki vazhdu me kesh. Ta Allahu shkrujt, me lekte e kanë shkrujt. Ti e mprit të Allahu. Inna rabbeke le bil mirsad. Thot Allahu gjele gjelalu, a zoti jotë Muhammed a mprit. A i prit zullumqart, i prit kriminel. Faraoni 400 vjet ka sënue, ama deti e ka prit, sepse Zoti ka dasht me shkopin e Musait mu fundosaj. Që dale Musaj, prit në të linde Musaj, në të rritet Musaj a.s. Ti ta mirësh ata në pytje, tja bish shpirtin dër të huna, po në fund ndeti e kibe Nemrudi me qindra vite ka sunue, por Allahu subhanahu wa ta'ala disa transmetime me mize ka torturue, me një mize ka shtin në hunë mizën, apo me transmetime të ndryshme ka shkatru Zoti madh xhel xhelalu. Po këta sy të ndërum xhamat, shiko, njeriu duhet të muknaç me halal, dhe mos me bo zullum, jo me çdo kush me tush me fitue. Kejtë të fitue gjo, s'ka kejtë të fitue. Na e kena një sen, halala jo, halala. E pak të halala shumë me e mirë se shumë të haram. Këna që mërë me halalin tanë, je rahat. Sa njeriu t'ju shkatru jeta duke kërku haramin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në vazhdimin e duajës,
waj'alni al-mauta rahmatan li min kulli su. Në fund ka thonë, o Allah, bëje kur të vdes vdekjen time, bëje rahmet për mua, bëje mëshirë për mua nga çdo e keqe. Fundi njeriu është vdekja dhe s'ka mundësi me ikë pi vdekjes. Dhe kjo është ajo më e mira që i ndodh njerëzve. Siç ka thënë poeti, kur e di që kanë me dek ketë, s'm jet zhik. Ja, e me di që vesh ti ki me dek, pak veni në aty, pak si shumë ven. Po kur e di se asnjë nuk mbet, kullu men alejha fan, krejt çka ka Allah në tokë, thot ketë kanë muzgju, ketë kanë mishkatru, ketë dhe ja u marrë shpirtin. Kjo të rahaton. Waj'ali al-mauta rahmatan li min kulli su. Ka thënë, o Allah, bëje vdekjen time që t'jetë rahmet nga çdo e keqe. Vdekja të ndërum xhamat është rahmet për njerin ose është azab. Njerëzit janë mësuar me shkrujt, prehu paqe, prehu aty e prehu këtu. Po na nuk e di ma prehet ndëshkohet. Apo ka kalu një gjenazë për pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, mustarih au mustarahun min. Kalu një gjenazë dhe tha pejgamberi alayhis salam, për me kallëzu se çto janë dy mundësit. Tha ose ka rahatu, ose ka rahatu piti. Çto janë dia? Kur vdes njëri pi njerëzve, o rahatohet për veti pi gazepit kësaj bote, e kalon në mirësinë e berzahit, në botën e varrit. Rahatohet atje pi sikleteve të kësaj bote, pi njerëzve. E kanë pyet njërin prej dietarëve të parë muslimanëve, për çka e kishte dëshiruar vdekjen? Ka thonë, mos t'i shoh mo njerëzit. Çto njerëz të dunjas mos t'i shoh mo. Pse? Ka thonë, po a nuk vjen belaja veç pi njerëzve? Kur me çansin a rrok, kur me tigrasin a rrok, kur me miskin a pos problem. A e rrok do njerë me majmuna? Se rrok kur? Me balena? A e rrok në njerë me hajvan? Jo. Ka thonë, pa nuk vjen belaja pos pi njerëzve. Na po ankomi pi dunjajës. Pa i muri kur problem bës të ka bo. Muri ndreqët, e prishe ndreqë i shdush. Belaja ka thonë veç pi njerëzve vjen. Ka thonë, andaj nëse e dëshiroj vdekin, e dëshiroj që mos t'i shoj njerëzit. Dhe ka thonë Sufjan e Thauri, kur vjen nata, knaqna. Ka thonë pse? Ka thonë falna si shoj njerëzit. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, o Allah, kur të vdes banë mu rahatue, sepse ka disa njerëz rahatohen për veti, e ka disa njerëz kur vdesin, tjerë të rahatohen për tina. Thot, bol moke. Pse? Sepse ka në azab për njerëzi. A ka ma kes të ndërum gjemaat, se sa me vdek dikush, e njerëz me thonë, gati stojnë elhamdulillah, sikur që bëhet me vdekin e zullumqarëve dhe kriminelve dhe plot prej njerëzve të cilët, sepse na i dim veç ato kriminel të mdoj, apo ai që ka zonë fronin e madh. Po jo më ka njerëz familje o zëfrimën, familjet vet, ka njeri familjet vet, shtëpit vet, burri a zëfrimën gryes vet, gruaja a zëfmirën apo burrit vet. Para mendo na çka lloj rasti na vin, lloj rasti na tregoj. O në zorë më janë thënë, për e vladit tëmë dhët jam zorë, pri e vladit tëmë dhët jam zorë, shpijën azapët në e bo. Se? E nuk di njëri çfarë doja me bo. Apo, për këta sy të ndërum gjëma du të me bo doa, kur të vdesim, të rahatomi na. A na e keni po, qëfar gajle kena? E ki po, i keni të gju fjallë, qëka i të gjemë këtë bashkë? O, në me dek, po ju do të keni me hangër. Ki gajle në ka për dunja këto, ala. Thuti se a gje kanë me veç qishilave për mas. Shkan me të vetë marë që shilave për mas, qka ki pru me veti pi fejes? Na që këtë gajle e kena? Apo, këto të rritë kur gjatë dëzdin bukën me nëzirë. Hasë marë shkotin akirat në rëqe a gjerë, mërës lejk të të rritë këto. Qka dojnë të bojnë të rritë? Apo, gajle e ka, ki qish diju në qish kini me abo kësa i shpije. Leje marë shpijen se hirë që të shku në dhëtim, shka s'ko këthim më atje. Lusim Zotin e madhë që kur na ven ki moment me na arë me rahmet, me na mëshiru Zotin e madhë gjele gjelalu. Nëse nëse nuk na mëshiron Allahu subhanahu wa taala, atëherë çish ka thënë Umar Khattabi, mirë për mua e mirë për nanën time, pse më ka lind nëse Allah nuk më mëshiron. Kjo ka qenë doaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ka nxjerrë Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala të rregullon fen ton. Allah ta përmirëson karakterin ton. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhel xhelalu të gjithë atyre vëllezërve ton musliman
haxhiler të vendit tonë dhe të vendeve tjera që kanë marrë rrugën për në haxh, Allahu t'ja leton rrugën. Allahu t'ja mundson me plotsu haxhin. E këtë atyre vëllezërve tonë muslimanë dhe motrave muslimane që Zoti ende se u ka bën nasib për me shkuën haxh, Allahu i shkrujt për haxhilerëve ya rabbal alamin. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që ta zbatojmë fejen tonë. Na rregullon Allahu fejen tonë, na rregullon dunjan tonë. E kur na vende fundi jon, Allahu na mëshiron me rahmetin e vet. Aqulu qawli hada wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.